إلهي 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 وخلاقي إلهي 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 وخلاقي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولِ وجهك شطر المسجد الحرام. صدق الله العظيم. Falënderimi dhe lavdrimi i takon Allahu xhaleshanuhu, atë e falenderojmë, prej tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Salat dhe selam i dërgojmë Muhammed Mustafas sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij, dhe të gjithë atyre që e pasuan dhe pasojnë rrugën e Muhamedit alayhi salam deri në ditën e gjykimit. Të respektuar vëllezër besimtar, do të jemi bashkërisht sot këtë ditë të bekuar të xumas, ku do të mundohemi që të themi disa fjalë në lidhje me temën dy ngjarje të muajit Shaban. Muaji Shaban është muaji i 8 me radhë nga muajit Hijri dhe është në mes të muajit Rexhep dhe muajit Ramazan. Muaji Shaban është muaj që paraprin muajin e madhërisëm të Ramazanit. Kjo mbase ka edhe urtësitë e veta. Dietarët e besimit islam donjëherë janë mundu që disa prej ibadeteve të caktume, adhurimeve të caktume, t'ju zbulojnë urtësi dhe nëpërmjet studimit të gjërave që i paraprin ato. Këtë muaj, pra në muajin Shaban, ka ndodhur edhe dy ngjarje shumë të rëndësishme të historisë islame. Ato janë ngjarja e parë, ndarja e hanës në dysh, dhe ngjarja e dyshit është ndrrimi i kiblës. Sa i përket ndarjes së hanës në dysh, kjo është një mucize, një mrekulli që i ka ndodhur Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Mrekulli e cila tregon për vërtetësinë e mesazhit që e solli Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, i cili ishte pejgamberi i fundit, ngjarje i cila ndodhi në kohën e tij. Po besimtarët e Mekës, një ditë nga ditët, i u drejtuan Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe i thanë: nëse ti me të vërtet je pejgamber, e ke shpall veten pejgamber, po paraqitet si pejgamber, është mirë që ta dash hanën gjysëm, që ne, nëse ti e dan hanën gjysëm, ne atëherë kena me të besu e ti. Dhe çdo mend se mrekullit, mucizet, ju ndodhin pejgamberëve të Allahut xhaleshanu. Një natë hana ishte e plotë. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ju drejtua Allahu dhul xhelal që të ja plotësonte këtë mrekulli dhe vërtet hana u çon dysh. Gjysma e hanës është parë matan malit Safhas, dhe gjysma tjetër është parë matan malit Kajkan. Atëherë, kur ndodhi kjo mucize, kur ndodhi kjo mrekulli, njerëzit jo besimtar të asaj kohe thanë se Muhamedi
boni magji, na boni sihr. Por, nëse kjo vërtet ishte magji, ishte sihr, ai nuk mund të bante sihr magji gjithë njerëzve të botës. Pastaj jo besimtarët nisën me shpërnda me të madhe fjalën, au, se fuqishme është magjia e Muhamedit. Secili në çdo takim që u takoshin e përdorshmin se ka shumë magji të fortë Muhamedi. Pastaj Allahu Dhul Xhelal në surën El Kamer zbriti ajetet kuranore ku thot iktarabati as-sa'atu wa anshaqqat qamar. Momenti i kiametit, kataklizmës është afru, e hana u qa në dysh. Wa in yaraw ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir. Ata i dhujtarët, edhe nëse i shohin argumentet tona, argumentet e Zotit përsëri, thonë, kjo është magji e vazhdueshme. Dhe përgënjeshtruan e ndoqën dëshirat e veta. Sado që ju besimtarëve, ju bish argumente, ju sjellish argumente, ato vazhdojnë me mosbesimin e tyre. Ato vazhdojnë me ignorancën e tyre. Ato vazhdojnë. Edhe pse ndodhi kjo mrekulli, ndodhi kjo mucjize, ato vazhdojnë me vetën se ishin një besimtar dhe çdo argument që e sillte Muhamedi alayhis salam, ata shpifnin për Muhamedin alayhis salam. Ngjarja e dytë e cila ka ndodhur muin Shaban është ndrimi i kiblës. Rëndësi të veçantë ka ndrimi i kiblës. Nga Mesxhidi Aksaja drejt Qabës. Ndrimi i kiblës ndodhi në vitin e 2 të Hijretit, pikërisht natën e Beratit. Dihet se xhamia e parë e Muhamedit alayhis salam mihrabin e kishte të kthim drejt Mesxhidi Aksas. Muslimanët e falnin namazin ka Mesxhidi Aksaja. Gjithë ju që e keni vizituar Medinën, Mekën, çdo men se një prej vizitave në Medinë është edhe vizita e Mesxhidul Kibletein, xhamia me dy kible. Ka transmetime se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dikun 16 muaj ose 17 muaj është fal ka Mesxhidi Aksaja. 2 rekate të namazit i që ndisi ka falën ka Mesxhidi Aksaja kur ka ndodhur ndrimi i kiblës. Kurse 2 rekate u urdhnu që të falen ka Qabja. Allahu Dhul Xhelal këtë ngjarje e përmend edhe në Kur'anin famullar mesin e tyre në surën El-Bekara ajeti 144 ku thot qad nara taqalluba wajhika fi as-sama'i فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. Në të pam ty o Muhammed, që vazhdimisht e drejtoj shikimin nga qielli. Mirë pra, ne do të të kthejmë ty nga kibla që të kënaqësh ti. Prandaj, ktheje fytyrën tënde nga xhamia e Shejt Qabja. Dhe kudo që gjendeni, kthejeni fytyrën tuaj nga ajo anë. Padyshim, ata që u është dhënë libri, Tevrati e din se drejtimi nga Qabja është e vërteta prej Zotit të tyre. Allahu nuk është i pakujdesshëm ndaj punëve që ata bajnë. Në këtë ajet kuranor, Allahu Dhul Xhelal
e ka gëzu Muhamedin sallallahu alaihi wasallam dhe besimtarët. Me këtë ajet kuranor Allahu xhaleshani i ka gëzu muhaxhirët në veçanti dhe muslimanët në përgjithësi. Çdo mend se momentin që ndodhi kjo ndodhi, fillon thashëthonat e ndryshme. Fillon ata të cilët e kishin pranuar Islamin sa përsi e faqe, të bojnë llafe të panevojshme. Nisën nërmjet veti shtin fitne. Nisën radhët e muslimanëve të shtin dyshime. Çka ndodhi me muslimanët? Çka ndodhi me Muhamedit alayhis salam, i cili deri tash është fal, ka me Mesxhidi Aksaja, tash u kthi ka Qabja po falë. Mirë po, të ndodhi, të ngjarje, pastrohen radhët e muslimanëve. Ata që janë të përnimeshëm, ato nuk ndryshojnë. Ata që i kanë përnime, dinin e Zotit, fenë e Zotit, nuk ndron ti shka dush thuj. Çfarë do forme mundohu me e pengu, ai vazhdon rrugtimin e tij. Ata që janë të luhatshëm, ata që kanë luhatshmërinë, besimin e tyre, sikurse në këtë kohë, ata mezi që pritin dikush që t'ju përshpëriten vesh. Mezi që pritin që dikush që folen vesh diçka. Dhe nisën me të madhe të e përdor, të e shpërnda, se çka po ban Muhamedi alayhis salam? Çka ndodhi me Muhamedin alayhis salam? Çka po ban me kiblën e muslimanëve? Njëherë në këtë anë po na çon më fal, njëherë në atë anë po na çon më fal. Mirë po, besimtarët e vërtet vazhdojmë dhe do të vazhdojmë deri në ditën e Kiametit. E hipokrit, munafik, dyftirsh, shumëftirsh, ka pas në kohën e Muhamedit alayhis salam, do të ketë edhe në kohën tonë, do të ketë edhe deri në ditën e Kiametit. Mos të habitemi, po dhe Zoti, ne mos rreshohemi me ta. Dhe Zoti, ne mos infektohemi me ta. Dhe Zoti, ne mos jemi nga ata. Kjo është shumë e rëndësishme, vëllezër të ndershëm besimtarë. Nata e Beratit bjen në natën e 15 muajit Shaban, që i përket si vjet me neve, ditën e hanë. Kjo natë na paralajmëron ardhjen e muajit Ramazan. Kështu që duhet secili prej neve, si besimtar besimit islam, përgatitemi sa më mirë shpirtnisht dhe fizikisht për pritjen e muajit Ramazanit. Bëjmë programe dhe rreth adhurimeve tona që duhet t'i bëjmë në Ramazan. Se çfarë natë dhe çfarë rëndësie ka kjo natë, mas mirë tina e përshkruan Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Në një hadith të cilën e transmeton Nesaiu, thuhet se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: në natën e 15 muajit Shaban, të gjitha veprat nxirren përpara Zotit të gjithësisë. Për këtë arsye unë dëshiroj që veprat e mia të nxirren para Tij, përderisa jam agjërueshëm. Besoj që nuk ka koment kjo hadith. Derisa veprat tona atë natë dalin para Zotit, secili prej nesh ka qef që t'i dale Zotit me veprat mira, me punë të mira. E ku ka punë më të mirë se me agjëru për hir të Allahu xhaleshanuhu. Kur fillon nata e 15 e muajit Shaban, rrini zgjut, dërsa ditën që pason thot, agjëroni, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu ka thënë, është muaj në të cilën ngrihen veprat të Zotit i botëve. Dhe unë du që veprat mia të ngrihen duke qenë agjërueshëm. Dhe Zoti xhaleshanu që edhe ne jemi nga ata të cilët përgatitemi
që veprat tona të ngrihen tek Zoti xhaleshanuhu, të jenë vepra të mira. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith ka thonë: kalojini natën e gjysmës së muajit Shaban me namaz, kurse ditën me agjerim. Atë natë pas perëndimit të diellit, Allahu xhaleshanuhu zbret në qiellin e tokës dhe thot: a ka ndonjë që kërkon falje ta fali? A ka ndonjë që kërkon diçka të jap? A ka ndonjë që kërkon shërim ta shëroj? Dhe vazhdon kështu deri në mëngjes. Po vëllezër të ndershëm besimtar, a ka ndonjë zemër, unë pyes, që ka një kaçor iman, një zerre iman, një pik iman, e që nuk do të kishte qef ta shijoje këtë natë, që ti kërkoje falje Zotit këtë natë, që ti kërkoje ajo që ka i mungon Zotit këtë natë, që ti kërkoje ai smut i shërim Zotit këtë natë, që ti kërkojmë falje Zotit për prindërit tonë që kemi në mesin tonë këtë natë, që të shpërndajmë sadakan këtë natë, që të lexojmë Kur'an këtë natë. Dhe shumë e shumë angazhime tjera vullnetare që ta shëndrisim imanin ton. Është mirë shfrytëzohen të net të mëdha për pendim. Pendohemi te Zoti. Se secili prej nesh ka gjunahe. Secili prej nesh ka ngarkesa. Secili prej nesh ka tmeta. E kur ndodhin netët e mëdha, ne t'i shfrytëzojmë netët e mëdha. Nëse jen nga ata që Allahs tu ka kujtu me e fal namazin, nëse jen nga ata që të ka kujtu që vetëm se një xhumo do të me fal, nis së zhvon, filloj 5 vaktin me fal. Nëse i nga 5 vaktet nuk i fal në kohë, e ki këtë problem kohë së një fal. Banon nga ata që në kohë mi fal namazin. Nëse i nga ata që ka privu vetvetja, gjunohi mos me ninu Ramazanin, dhe tjetë shkak nalta e beratit që ti në këtë Ramazan, ti ish aktiv dhe t'ja fillojsh agjerimit Ramazanit. Nëse jeti nga ata të cilët nuk e lexon Kur'anin, dhe tjetë shkak që non që ti të fillojsh ta lexojsh Kur'anin. Nëse jeti nga ata të cilët ka dhënë mundësi Zoti, ka dhënë pasuni Zoti, dhe ti asnjëherë nga dora jote nuk jep sadaka, shfrytëzoj momentin këtë natë që t'jesh nga sadaka dhënësit. Dhe shumë begati tjera të cilit i ka kjo natë. Bashkarisht që lusim Allahun xhaleshanu që na ka ploje falja, makfireti Allahu xhaleshanu. Na ka ploje falja e Zotit për të cilin kemi nevojë secili prej nesh. Dhe ne kalojmë sjash ma mirë në këtë natë, ama jo veç këtë natë ta veçojmë. Dhe tjetë sebeb kjo natë që ne të vazhdojmë kështu. Kështu të jemi vazhdimisht. Me këtë ritëm të imanit, të besimit, jemi vazhdimisht. Mos keq kuptohemi se vetëm një natë falë me rusot punë la ma. Por gjosë kemi bo atër. Po le tjetë qka kjo natë, ne e të vedisomi, ta pastrojmë besimin tonë, ta forcojmë imanin tonë, dhe të vazhdojmë të jetojmë si musliman ashtu si që na i kërkon Zoti, dhe ashtu si që na porosit i dërgumi Zotit Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Kjo natë vëllezër të ndershëm besimtarë edhe një herë, pasi që është fundi tash dhe do ta përfundoj. Sipas kalendarit hijri, si vjeti be, ditën e hanë, është data i 2/2/2026, e përmenda dhe më herët mirë është me agjerim, pritët edhe me adhurime të tjera kjo natë.
Bashkërisht që lusim Allahun xhaleshanu që ibadetet tona t'i pranon. Smurit tonë Allahu xhaleshanu t'i shëron. Të vdekurit tonë Allahu dhul xhelal inshallah magfiret i ban. Neve të gjallë Allahu xhaleshanu na mëson ta presim muajin e bekuar Ramazan me ibadete dhe me gjunohe të falura. إلهي